Të nderuar përfaqësues të mediave, ju falenderoj për praninë tuaj. Sot ne përmbyllëm diskutimet intensive me Fondin Monetar Ndërkombëtar në kuadër dhe të misionit tyre vlerësues për kapitullin 4 të marrëveshjes që kemi me këtë institucion. Dëshiroj që së bashku me shefin e misionit, zonjën Anke Weber, dhe guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, zotin Gent Ceko, të ndaj me ju konkluzionet kryesore nga kjo periudhë e rëndësishme vlerësimi që i është bërë ekonomisë shqiptare. Fillimisht, dua të shpreh mirënjohjen time për zonjën Anke Weber dhe të gjithë ekipin e saj, për frymën dhe dialogun konstruktiv që kemi patur gjatë ditëve të fundit dhe për sa i përket analizës së thelluar që kanë bërë për ekonominë shqiptare. Vlerësimet e tyre, natyrisht objektive, parashtrojnë ecurinë e ekonomisë shqiptare si dhe një orientim të vlefshëm drejt politikave më efektive që do duhet të ndërmarrim në të ardhmen. Gjatë këtij misioni është analizuar në detaj performanca ekonomike, financat publike, stabiliteti financiar, si dhe efikasiteti i politikave makroekonomike. Rekomandimet e FMN-s padyshim janë një udhërofyes i çmuar, jo vetëm për Ministrinë e Financave dhe për Bankën e Shqipërisë, por për gjithë vendimmarrësit në fushën e ekonomisë. Vitet e fundit kanë qenë një sprovë në fakt për ekonominë tonë, së cilës i është dashur të përballet me sfida jo vetëm të brendshme, por edhe me sfidat pa precedente globale. Megjithatë, Shqipëria ka dëshmuar që ka një kapacitet për të përshtatur dhe natyrisht dhe për të mbrojtur trajektoren e saj të zhvillimit ekonomik. Institucionet tona, si në aspektin fiskal, por dhe ashtu në atë monetar, kanë treguar maturitet në menaxhimin e rreziqeve dhe në hartimin e politikave që kanë ndihmuar në minimizimin e kostove të ardhura nga goditjet e jashtme. Kjo përvojë na ka shërbyer edhe për të forcuar besimin përballë sfidave të ardhshme. Në 6 mujorin e parë të vitit 2025, ekonomia shqiptare është zgjeruar me 3.6%, një performancë në fakt dëshmon shëndetin e saj të mirë. Kjo rritje ka qenë gjithëpërfshirëse, duke prekur praktikisht të gjithë sektorët e ekonomisë. Parashikimi për vitin 2025 mbetet optimist, me një rritje prej 3.9% e mbështetur nga dinamika solide të ekonomisë reale. Konsumi privat është rritur me 3.3%, ndërkohë që investimet totale janë rritur me 4.1%, ndërsa për sa i përket projekteve strategjike në infrastrukturë dhe energji, ato do të vazhdojnë të kenë një ndikim pozitiv në rritjen ekonomike të vendit tonë. Tregu i punës po përjeton një transformim historik. Papunësia ka rënë në minimumin e saj historik, pra prej 8.5%, dhe punësimi vazhdon të rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe pagat po përmirësohen gradualisht në të gjithë sektorët, qoftë ky në sektorin publik, ashtu dhe në atë privat. Këto zhvillime tregojnë se rritja ekonomike po përkthehet në më shumë mirëqenie për qytetarët e vendit tonë. Inflacioni nga ana tjetër vijon të mbetet i ulët dhe i qëndrueshëm, mesatarja për vitin 2024, por edhe për gjatë 10 muajve të parë të vitit 2025 është në masën 2.2%. Në aspektin e pozicionit të jashtëm, pra atë të deficitit të llogarisë korrente, ai qëndron në nivele të ulta dhe mjaft menaxhueshme për ekonominë tonë. Deficiti i llogarisë korrente për vitin 2024 ishte në masën 2.4% të prodhimit brendshëm bruto, pra nën mesataren historike për 6 apo 7% që ka qenë në të shkuarën. Ky zhvillim lidhet ngushtë edhe me reduktimin e deficitit fiskal dhe menaxhimin e kujdesshëm të financave publike. Turizmi nga ana tjetër vazhdon të jetë një prej sektorëve më të rëndësishëm të ekonomisë dhe motori kryesor i eksporteve shqiptare në kuadrin e shërbimeve që ne ofrojmë, me të ardhurat të cilat janë rritur me 7.7% gjatë gjysmës së parë të vitit. Sektori do të vijojë të mbetet një nga kontribuesit kryesor në bilancin e shërbimeve. Ndërkohë,
edhe politikat fiskale konsoliduese me një suficit primar për të tretin vit radhazi mbeten një faktor kyç në përmirësimin e balancës tonë korrente. Investimet e huaja direkte kanë shënuar një rritje prej 7% në vitin 2024, duke vazhduar trendin pozitiv edhe për gjatë vitit 2025. Fokusi kryesor i investimeve vijojnë të mbeten në turizëm, në pasuritë paluajtshme, energjetik si dhe në sektorin financiar. Rezervat valutore janë më të lartat historikisht, me rreth 7 miliardë euro deri në vitin 2025 dhe me një mbulim prej 7.3 muajsh në importe madrash dhe shërbimesh, çfarë është edhe një nivel adekuat apo optimal për përballimin e çdo goditje të mundshme. Në fushën e financave publike, konsolidimi fiskal përbën edhe një progres shumë fundamental. Balanca primare për vitin 2024 ishte pozitive me rreth 1.4% e prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa borxhi publik gjatë vitit 2024 ka rënë në 54.2%, niveli më i ulët që kemi pasur që nga viti 2008. Edhe për gjatë këtij viti pritet sërish një balancë primare pozitive dhe reduktim i mëtejshëm i borxhit publik. Ky progres natyrisht është edhe i njohur nga agjencitë ndërkombëtare të vlerësimit, siç janë Standard & Poor's dhe Moody's. Projekt buxheti për vitin 2026, por edhe për periudhën afatmesme 2026-2028 që po diskutohet tashmë në kuvend, mbetet një nga prioritetet tona strategjike, ku mund të përmend forcimin e mbrojtjes sociale me fokus të veçantë pensionistët dhe që kanë dhe një impakt të konsiderueshëm për buxhetin e vitit 2026 prej rreth 105 milion eurosh. Gjithashtu prioritet mbetet dhe rritja e qëndrueshme ekonomike me rreth 4% në vit, si dhe investimet publike që për vitin 2026 do të arrijnë 6.5% të prodhimit të brendshëm bruto. Gjithashtu prioritet mbetet dhe reduktimi i vazhdueshëm i borxhit publik nga 54.1% që e parashikojmë në fund të vitit 2025 në 53.6% në fund të vitit 2026. Projekt buxheti padyshim garanton ruajtjen e balancës primare pozitive, një raport optimal midis huamarrjes dhe investimeve kapitale, si dhe hapësirë fiskale për një reagim ndaj situatave emergjente që mund kemi. Për Ministrinë e Financave, do të vijë të mbetet i palëkundur angazhimi për të ruajtur stabilitetin makroekonomik dhe për nxitjen një rritje që sjell përfitime për të gjithë qytetarët. Në mbyllje dhe duke respektuar edhe protokollin e kësaj konference, dëshiroj t'ia kaloj fjalën zonjës Anke Weber për të prezantuar edhe vlerësimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar e më pas guvernatorit Ceko për perspektivën e politikës monetare. Pas prezantimeve pastaj, jemi të gatshëm që të marrim edhe ndonjë pyetje eventuale. Ju faleminderit. Faleminderit ministër dhe mirëdita të gjitha. Jam e kënaqur t'ju shoh të gjithë këtu ndërkohë që ndajmë gjetjet e fundit nga konsultimet e fundit për vitin 2025 midis AFM-s dhe Shqipërisë në kuadër të Nenit 4. Vetëm sot në mëngjes patëm diskutime mjaft angazhuese me ministrin dhe guvernatorin për ekonominë shqiptare dhe sfidat që shtrihen përpara. Dua t'ju bëj një falenderim nga zemra Ministrisë Financave, Bankës së Shqipërisë dhe të gjithë homologëve tanë për mbështetjen e tyre të jashtëzakonshme e angazhimin gjatë këtyre 2 javëve të fundit. Si zakonisht, ne do të shpërndajmë një deklaratë përmbyllëse të detajuar. Më lini ta nis duke thënë, Shqipëria vazhdon të shquhet si një prej ekonomive me rritjen më të shpejtë në Europë. Ne parashikojmë një rritje reale të PBB-s me 3.5% në 2025 dhe 3.6% 2026, nxitur nga kërkesa e fuqishme e brendshme dhe sektori i fortë i turizmit. Politikat e kujdesshme fiskale kanë çuar në një ulje të jashtëzakonshme të borxhit publik gjatë viteve të fundit, ndërkohë që politika proaktive monetare ka ndihmuar që inflacioni të ulet nën objektiv.
Sektori bankar mbetet I mirë kapitalizuar dhe likuid dhe disbalancat e jashtme janë të kurrur në mënyrë të konsiderueshme. Norma e papunësisë ka arritur nivelet ulta historike, por pavarësisht kësaj tabloje të pavorshme mbeten disa sfida. Trysnia fiskale përfshi nga shpenzimet sociale dhe përmbrojtjen mund të gëryej hapësirat fiskale nëse nuk trajtohet. FMN-ja rekomandon rritjen e të ardhurave relativisht të ulta tatimore të Shqipërisë duke harmonizuar shpenzimet tatimore, duke çuar përpara reformat në taksën e pronës dhe duke forcuar administrimin e të ardhurave tatimore përmes teknologjisë informacionit dhe përmirësimeve të bazuara në të dhëna. Në fakt, këto do të vazhdojnë duke pasur reforma strukturore fiskale për të rritur cilësinë e shpenzimeve dhe transparencën fiskale. Duke ju kthyer sektorit financiar, ne jemi të vetëdijshëm për rreziqet e reja që po dalin dhe që kërkojnë vëmendje nga afër. Është parë në fakt një rritje e fortë në huadhënien bankare, gjithashtu edhe pjesa e valutës duhet menaxhohen me kujdes. Në fakt duhet të ketë një bashkëpunim, pra bashkëpunimi midis institucioneve dhe një qeverisje e fortë do të mbeten thelbësore. Duke parë përpara, ambicia e Shqipërisë për të arritur konvergjencë me të ardhurat e BE-s do të kërkojë tejkalimin e vazhdueshëm të pengesave strukturore. Produktiviteti mbetet I ulët dhe krahu I punës po të kurret midis papunësisë së lartë mes të rinjve dhe migracionit. Qeverisja dobësitë e qeverisjes dhe institucionale, si edhe kufizimet e kapaciteteve administrative vazhdojnë të paraqesin pengesa për bizneset. Për të përmbushur angazhimin e qeverisë për të antarësuar në BE deri në 2030, do të duhen reforma gjithëpërfshirëse në kapitalin njerëzor, tregjet e punës, fundimin e ligjit dhe rregullat e biznesit. Më lini ta përmbyll duke thënë se ne në FMN mbetemi thellësisht të përkushtuar të mbështesim Shqipërinë në këtë rrugtim. Ne do të vazhdojmë të punojmë me autoritetet për të nxitur stabilitetin makroekonomik dhe standarde më të larta jetese. Në këtë kontekst, fondi planifikon një vlerësim stabiliteti financiar në përputhje me FMN-n dhe me Bankën Botërore dhe në përputhje me procedurat në fuqi. Ndërkohë, fondi po shënon përparim dhe po ngrë një qendër të re rajonale për ndihmë teknike për Ballkanin Perëndimor dhe Moldavin në 2027 me mbështetjen nga partnerët e huaj e të jashtëm. Më lind ta përmbyll këtu dhe t'ju falenderoj sërish. Nderuar Ministër Malaj, të nderuar përfaqësues të medias, në radhë të parë dëshiroj të falenderoj misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar për diskutimet e sinqerta dhe të frytshme që kemi pasur gjatë këtyre 2 javëve. Këto diskutime të zhvilluara në kuadrin e konsultimeve të artikullit 4, fokusuar në identifikimin e politikave të duhura për të ruajtur stabilitetin e përgjithshëm ekonomik dhe financiar të vendit, si parakusht për një rritje sa më të shpejtë të qëndrueshme në afatgjatë. Në vijim do dëshiroja të ndaja me ju opinionin e Bankës së Shqipërisë mbi temat e diskutuara. Nderuar pjesëmarrës, pas përballjes me sukses të 3 sfidave madhore në gjysmën e parë të dekadës, ekonomia shqiptare ka vijuar të shënojë një rritje të shpejtë të qëndrueshme gjatë vitit 2025. Sipas të dhënave të Instatit, vëllimi i aktivitetit ekonomik, punësimi dhe pagat në sektorin privat jo bujqësor kanë ardhur në rritje në gjysmën e parë të vitit. Bazuar në informacionin e disponuar, to trendet duket se kanë vazhduar edhe në gjysmën e dytë të vitit. Paralelisht me to, treguesit kryesor të ekuilibrave ekonomik dhe financiar të vendit kanë mbetur solid. Në veçanti inflacioni i çmimeve të konsumit, stabiliteti të cilit përbën dhe objektivin primar të punës tonë, ka qëndruar në nivele të ulta, pranë, por nën objektivin tonë gjatë vitit 2025. Presionet e kahut të sipërm nga rritja e pagave dhe e kostove të prodhimit janë neutralizuar nga mbiçmimi i kursit këmbimit, nga goditjet pozitive të ofertës dhe nga pritjet e ankoruara të agjendëve ekonomik.
Në të njëjtën kohë, rritja e kërkesës në treqet e produkteve dhe të punës ka sjell më shumë të ardhura dhe ka përmirësuar bilancet e bizneseve dhe të familjeve shqiptare. Vijimi i procesit të konsolidimit fiskal është pasqyruar në nivelet të ulta të deficitit buxhetor dhe në rënjet më tejshme të borxhit publik. Rritja e eksporteve të shërbimeve ka amortizuar rënjen e eksportit të mallrave dhe rritjen e importeve, duke konsoliduar përmirësimet strukturore në bilancin e pagesave dhe duke vijuar të shtoj presion në kahun forcues të kursit të këmbimit. Së fundit, treguesit kryesor të shëndetit sektorit bankar, likuiditeti, rentabiliteti, cilësia e portofolit kredis dhe kapitalizimi mbeten në nivele të mira. Banka e Shqipërisë ka patur kontributin e saj pozitiv në këtë tablo zhvillimesh. Politika jonë monetare ka mundësuar kontrollin e goditjes së huaj inflacioniste, kontrolli i cili u arrit në një kohë të shpejtë dhe pa pasoja negative në trendin e rritjes ekonomike dhe në treguesit e stabilitetit financiar. Në këtë aspekt gjejmë vend të nënvizoj se dy shtyllat kryesore të regjimit ton monetar, inflacioni i shënjestruar dhe kursi i lirë i këmbimit, na kanë krijuar fleksibilitetin e duhur në përballimin e këtyre goditjeve. Në veçanti, forcimi i kursit të këmbimit ka ndihmuar në ribalancimin e sektorit të jashtëm të ekonomisë dhe në frenimin e transmetimit të inflacionit të huaj në tregun vendas, duke bërë të mundur edhe një kurs mjaft më akomodues të politikës tonë monetare. Normat e ulta të interesit në tregun vendas kanë nxitur dhe vazhdojnë të ushqejnë një rritje relativisht të shpejtë të kredisë, rritje e cila ka mbështetur zgjerimin e konsumit dhe të investimeve private në vend. Po ashtu, Banka e Shqipërisë ka vijuar procesin e mbikëqyrjes së kujdesshme dhe të rregullimit të bazuar në rrezik në tregun financiar. Në aspektin rregullator, ne kemi punuar për rishikimin e njësër rregullore të sektorit bankar dhe të institucioneve financiare jo banka me synim rritjen e mbrojtjes së konsumatorit, reduktimin e kostove të kredive dhe të transfertave dhe kontrollin më të mirë të rrezikut të aktivitetit dhe rreziqeve të tjera. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka përdorur instrumentet e saj makroprudenciale duke rritur shtesën kundër ciklike të kapitalit dhe duke vendosur kufi uniforme ekspozimit sektorit bankar dhe kredive hipotekore. Në aspektin mbikëqyrjes, fokusi i punës tonë ka qenë monitorimi periodik i institucioneve të licencuara dhe të rregulluara prej nesh me një theks të veçantë në kontrollin e ekspozimit ndaj rrezikut dhe respektimin e kërkesave ligjore në kuadër të parandalimit të pastrimit të paras. Në të njëjtën kohë, ne kemi vijuar punën për zgjerimin dhe diversifikimin e tregjeve financiare dhe të sistemeve të pagesave. Pa dashur të përsëris komunikimet tonat më parshme, e gjejmë vend të nënvizoj se antarësimi i Shqipërisë në SEPA, antarësimi i cili u bë operacional në tetor të vitit 2025, është finalizimi i një pune të gjatë dhe komplekse të Bankës së Shqipërisë. Ky antarësim është dëshmi e shkallës së konvergjencës tonë rregullatore dhe infrastrukturore në sistemet e pagesave. Ai redukton kostot e transaksioneve me partnerët e huaj dhe nxit integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Parashikimet tona për të ardhmen mbeten pozitive. Në vijat përgjithshme, projeksionet tona sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet në horizontin afatmesëm me ritme të parafërta me ato të vitit aktual. Në gjykimin tonë, këto ritme rritje do të mundsojnë një shfrytëzim më të mirë të burimeve prodhuese të vendit, duke krijuar hapësira për kthimin e inflacionit në objektiv në gjysmën e parë të vitit 2026 dhe stabilizimin e tij rreth nivelit 3% në vitet pasuese. Banka e Shqipërisë gjykon se projeksionet për një ecuri të balancuar të kërkesës dhe të ofertës në ekonomi diktojnë dhe nevojën e një kuadri të balancuar dhe neutral të politikave makroekonomike. Në këtë kontekst dua të theksoj se angazhimi i politikës fiskale për të vijuar procesin e konsolidimit të deficitit buxhetor dhe të borxhit publik, si dhe regjimi i lirë i kursit të këmbimit, i krijon më shumë hapësira politikës tonë monetare të reagojë në kohën dhe në kahun e dur
për kontrollin e inflacionit dhe stabilizimin e ekonomisë. Po ashtu ne do të vjojmë punojmë për konvergjencën e mëtejshme të kuadrit ton mbikëqyrës rregullator me standardet e Bashkimit Evropian dhe praktikat më të mira të fushës. Vimi i realizimit të detyrave tona në kuadrin e procesit integrimit, si dhe programi i vlerësimit të qëndrueshmërisë së sistemit financiar shqiptar, pra EFSAP, i cili do të zhvillohet vitin tjetër në bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, do të na jap një udhërrëfyes të mirë për reformat e mëtejshme që duhet të ndërmarrim. Në mbyllje dëshiroj të theksoj se Banka e Shqipërisë do të vijë të mbetet e përkushtuar në respektim të objektivit saj primar, atë të ruajtjes së stabilitetit të çmimeve, si dhe në përmbushjen e të gjithë detyrave të tjera të saj në kuadrin e stabilitetit financiar, të zhvillimit të tregjeve financiare dhe të sistemeve të pagesave, si dhe në procesin e negociatave për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjithashtu ne do të vijmë të ofrojmë ekspertizën tonë në fushën e reformave strukturore, të nevojshme për një rritje sa më të shpejtë, sa më të qëndrueshme dhe më gjithëpërfshirëse ekonomike. Ju faleminderit. Përshëndetje, Elisabeta Dosku, gazetare nga televizioni Skan. Referuar analizës që përmendi ministri, që Ministria e Financave ka bërë në bashkëpunim me FMN-n, rezulton se pesha apo kostoja e përjashtimeve tatimore apo lehtësirave fiskale për bizneset për 2024 në rreth 64.2 miliard lek. Referuar kësaj analize, a rekomandon FMN rishikim të këtyre përjashtimeve tatimore që mund të marrin jetë në 2026 dhe a do të reflektohen nga Ministria e Financave ndryshime në formën e paketës fiskale në këto taksa, pra në TVSH, tatim fitim apo tatim mbi të ardhurat personale? Faleminderit. Perfect. Faleminderit për pyetjen. Në FMN, ne kemi avokatuar për një kohë të gjatë për një sistem tatimor të drejtë dhe të barabartë në Shqipëri, dhe ashtu siç kemi konstatuar në shumë prej raporteve tona, sistemi aktual ka një sër përjashtimesh të cilat natyrisht kanë një efektivitet të pasigur dhe natyrisht kemi dhe rekomandime afatgjata që ju mund të shihni në raportet e mëparshme. Së pari janë të vetpunësuarit. Ne kemi avokatuar për një kohë të gjatë që ata të tatohen me tatimin mbi të ardhurat personale. Kemi një rekomandim afatgjat për eliminimin e taksës zero për bizneset e vogla dhe së fundi kemi rekomanduar modernizimin e sistemit të TVSH-s duke reduktuar trajtimin preferencial, harmonizimin e pragjeve dhe harmonizimin me legjislacionin e BE-s. Këto rekomandime mbeten. Lidhur me pyetjen tuaj, nuk e kuptova fort mirë pjesën e peshës me 60 dekar, ndoshta kjo është vlera e përjashtimit tatimor që ju përmendët? Projekt buxhetin ishte paraqitur si edhe një herë, pra në projekt buxhet ishte paraqitur si shifër, pra nga analiza që është bërë që gjitha përjashtimet tatimore kanë një vlerë të tillë të ardhura ashtu munguara në buxhet, pra përjashtimet dhe lehtësitë tatimore. Okay, got it. Po, në fakt, në thelb kjo është një çështje që vazhdon prej një kohe të gjatë, për të cilën kemi folur dhe përmenda disa prej hapave që mund të hidhen për të harmonizuar disa prej këtyre përjashtimeve. Në vijim të pyetjes tuaj, ashtu si kundër edhe kemi përmendur tashmë, paketa fiskale për vitin 2026 nuk parashikon rritje të taksave apo ndryshim të normave tatimore. Në lidhje me proceset integruese që është duke ndërmarrë qeveria shqiptare, e kemi shprehur dhe më përpara që Ministria e Financave është duke rishikuar të gjithë kuadrin fiskal në mënyrë që ta përputhë këtë kuadër fiskal me direktivat dhe kërkesat e Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që do të rishikohen të gjitha normat tatimore
përgjatë një periudhe 2 vjeçare, normat tatimore të cilat janë të reduktuara ose janë të përjashtuara dhe nuk janë në linjë me kërkesat e Bashkimit Evropian, të cilat do duhet të parafrohen me këto kërkesa në fund të proceseve integruese. Ju faleminderit. Përshëndetje, Eliza Gjediku nga Report Televizion. Një pyetje për ju, zoti ministër. Në projekt buxhetin e vitit 2026 është parashikuar dhe ajo që ju e keni konsideruar si reformë e pensioneve. Pyetja është pse u vendos për një dhënie bonusi mujor dhe jo një rritje direkte për pensionet, dhe pse shkon në kast të kundërt me shpërblimin e fundvitit. Pra, rritja ai bonusi mujor që ju parashikoni është më i lartë për ata pensione më të larta, ndërkohë që shpërblimi i fundvitit është më i lartë për pensionet më të ulta. Dhe së dyti, a keni marrë ndonjë kërkesë për të zgjatur afatet e koncesioneve në shëndetësi të cilat përfundojnë në vitin 2026? Faleminderit. Dhe një pyetje për Fondin Monetar Ndërkombëtar. Cili është qëndrimi juaj për paqen fiskale dhe sa e shëndetshme ju duket për ekonominë? Faleminderit. Ju falenderoj për pyetjet. Në lidhje me çështjen e pensioneve, ashtu si kundër kemi deklaruar dhe vitin e kaluar, qeveria shqiptare është duke ndërmarrë një ristrukturim të gjithë skemës pensioneve në mënyrë që ta bëjmë këtë skemë më të qëndrueshme dhe më fizibël, e cila dhe do të garantoj pensione më të larta për pensionistët shqiptarë. Nga ana tjetër, përgjatë vlerësimit që po i bëjmë gjithë skemës pensioneve dhe ku do të vim edhe me propozime konkrete, ose më saktë Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit do të vim me propozime konkrete, kemi menduar që të vijohet me skemën e bonuseve, por jo bonuset të ardhura mbi pensionet, dhe ta quajmë një të ardhur shtesë mbi pensionet aktuale, e cila do të paguhet mbi baza të përmuajshme dhe paralelisht me këtë do të shoqërohet edhe me ndryshimet strukturore që do t'i bëjmë skemës së pensioneve. Për sa i përket vlerës së paguar, e cila nuk shkon në linjë me të ardhurat që pensionistët marrin aktualisht, është menduar që e ardhura shtesë që ju jepet pensionistëve të jetë në linjë me kontributin që kanë pasur ta pensionistë ndër vite. Pra ata pensionistë që kanë kontribuar më shumë, do të marrin një të ardhur shtesë më të lartë. Ndërkohë që ata pensionistë që kanë pasur kontribute më të ulta, do të marrin një të ardhur më të ulët se sa grupi tjetër i pensionistëve. Ju faleminderit. Po, në lidhje me koncesionet, nuk kemi kërkesë nga Ministritë e Linjës që do të ketë zgjatje të koncesioneve ekzistuese. Lidhur me paqen fiskale, kemi parë draftin e fundit të paketës së propozuar për paqen fiskale. Vërejmë se qeveria ka bërë përparim të konsiderueshëm gjatë viteve të fundit në forcimin e administrimit të ardhurave në përputhje me këshillat e FMN-s. Ne kemi frikë që disa prej elementeve të projekt propozimit mund të minojnë progresin e fundit të Shqipërisë në administrimin e tatimeve dhe të krijojnë disa rrisqe për përmbushjen dhe për drejtësinë. 24. Një pyetje për përfaqësuesen e FMN-s. Ashtu siç u shprehet dhe në deklaratën për shtyp, ju shpesh keni kërkuar vazhdimisht reforma strukturore. Por konkretisht, çfarë duhet bëjë Shqipëria në një moment kur kemi një nivel të lartë emigracioni dhe ku sigurisht kjo gjë ndikon negativisht në tregun e punës në Shqipëri? Faleminderit. Thank you. Faleminderit, një pyetje shumë e mirë. Ka një sër fushash ku ne mendojmë se do t'ishte thelbësore rritja e produktivitetit, dhe rritja e produktivitetit mendojmë që është kyç, sepse analiza jonë tregon se në qoftë se Shqipëria është e haptë të ngre të rritë pra produktivitetin, mund të zbutë shumë prej efekteve negative nga emigracioni dhe në fakt mund të çojë në një situatë ku njerëzit të kthehen në vend. Kështu që mund t'i kthej, po themi, përmbys disa nga efektet e emigracionit, por çështja është se si Shqipëria apo qeveria mund të rrisin produktivitetin. Këtu shohim një sër fushash. Njëra është arsimi dhe formimi, forcimi i kapitalit njerëzor, përfshi përmes
digitalizimit të kurikulave në shkolla, përgatitjes së mësuesve për mjedisin aktual, më shumë mundësi për trajnime, gjithashtu e trajtimi disa mospërputhjeve të aftësive që shohim në vend. Ndërkohë që nga ana e tregut të punës mendojmë që ka hapësirë për politika më aktive të tregut të punës, përfshi edhe sigurimin që njerëzit të përputhen me vendet e punës. Dhe pastaj është fusha e qeverisjes dhe mjedisit biznesit, ku po ndodhin shumë gjëra, kështu që ka patur shumë përparim në këtë fusha. Mund të ketë një porcim të mëtejshëm të sundimit ligjit dhe qeverisë që vazhdon të ndodhë si pjesë e integrimit në BE dhe mjedisit biznesit. Kemi pasur shumë rekomandime në këtë fushë në raportin e vit kaluar të personelit, kështu që mund të them që duhet më shumë kërkim zhvillim dhe duhet siguruar që të ketë vende pune novatore me vlerë të lartë dhe të tërhiqen më shumë investimet huaja direkte në këtë fushë nga vendet tjera. Faleminderit. Ju falenderoj gjithë për pjesëmarrjen edhe për pyetjet e adresuara ndaj Ministrisë Financave, Fondit Monetar Ndërkombëtar. Natyrisht kësaj radhe shtoj Banka e Shqipërisë pa një pyetje të drejtë për drejtë. Faleminderit.